أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me ligjëratën me pjesën e tretë. Disa këshilla nga Imam Ali radhiyallahu anhu drejtuar shokët të tij, Kumel ibn Ziyadit radhiyallahu anhu, dhe javën e kaluar I përmend disa këshilla apo disa fjalë të tij ku I tha mata khuzanul amwali wa hum ahya, mbaruan ruajtësit e pasurisë, domethënë ata që tubojnë pasurinë dhe nuk japin për Allah, nuk japin ku ka nevojë, thotë kanë vdek ato edhe pse janë ende të gjallë. Wal ulama'u baquna ma baqiya ad-dahr, kurse dietarët janë të gjallë edhe pse kanë vdekur. Se dituria e tyre kanë mbajtur të gjallë në përzemrat e njerëzve, këshillat e tyre, porositë e tyre, mësimet e tyre, thot për çat janë të gjallë dhe pse kanë vdekur. A'yanuhum mafquda, trupët e tyre nuk janë prezant me neve, wa amthaluhum fil qulubi mawjuda, por shembujt e tyre janë në zemrat tona. Pastaj tha, boni me isharet në zemrat e tij, tha ha innaha huna ilman, thon zemrën time kam dituri, law asabtu lahu hamalatan, thot por nuk gjeta dikan që mund ta baje këtë dije, që jap dikuj këtë dije dhe ta merraj këtë dije dhe ta shpërndan që mëson të qieve. Pastaj tha bela asabtuhu laqinan ghayra ma'munin alayhi yasta'milu alat ad-din lid-dunya, thot I gjeta disa që kanë aftësi me morë këtë detyri, por nuk janë të besueshëm, sepse përdorin fejen për dobit e kësaj bote. Thot I gjeta disa njerëz që janë të aftë me morë këtë detyri, por nuk janë të besueshëm, do të thotë detyria kërkon besueshmëri. Personi që ka dije të jetë I besueshëm në barqen e kësaj detyrisë, në transmetimin e detyrisë, të ketë frikë Allahut, kur ta mëson dikant, ta mëson me sinqeritet, mos ta mëson për interese të kësaj bote, pra do të jetë I besueshëm. Thot yastadhiru bi hujjajillahi ala kitabi wa bi ni'amihi ala ibadihi. Thot interpretojnë fjalët e Allahut sipas qefit të tyre, e tham javën e kaluar për këtë ka shumë, I bojnë argumente Allahut mjet për të sunduar robërit e tij. Do të thotë dikush I merr argumente Allahut si mjet për çka? Për me sundu njerëzit. Edhe me fenë Allahut pastaj mshefet mas dinit Allahut, mas argumenteve, për me arrit qëllimet e tij të kësaj dunjoje. Me zonë naj posta, me mungrit lartë, mu boj afër me filanin, çka nëpërmjet hoxhallokut, nëpërmjet diturijës. E për këtë thot Imam Ali, thot I gjeta disa, por nuk janë të besueshëm, sepse e ke shpërdorin diturinë e tyre. Au munqadan li ahli al-haqqi, la basirata lahu fi ihya'ihi yaqtadihu ash-shakku fi qalbihi bi awwali 'aridin min shubha. Thot ose janë ndjekës të së vërtetës. Pra e ndjekin të vërtetën, por pa kuptim të thellë. Me një dëshim të vogël bin në huti. Pra nuk janë të thellunit në dije, e kanë marrë dijen sa me pas pak dituri, edhe dyshimi I parë që ju lind krinë e tyre në zemrën e tyre, thot minëherë bien në huti. Thot la dhaka wala dhaka, as ai nuk janë të vlefshëm. As ato që e përdorin fejnë për interesa të dunjos, po as ato që e kanë marrë diturinë, por nuk janë thellun dituri, thot as që nuk është I vlefshëm, as që nuk është I vlefshëm. Au manhum bil ladhat salis al qiyad li shahawat, të tjerët janë të zhitur në epshe, të bindur ndaj dëshirave. Sa ka pretenve, edhe pse kanë dituri, por nuk kanë modesti, nuk kanë devotshmëri, nuk kanë sinqeritet, janë të dhënë mas epsheve, mas dëshirave, mas kënaqësive të kësaj bote. Dikon bile ndoshta prekën te harami, se për me kruhet mos bën fjalë, por te harami shkojnë prekin, për çka? Se janë dhënë mas dëshirës. E për këtë njeriu duhet
prej fëmijë të mësoj fëmijët tonë të edukojmë me çka? Me modesti, me thjeshtësi, të kenë frikë Allahut. Ta dinë se një ditë kanë me dhënë llogari te Allah subhanahu wa taala, e pastaj tu rrit me këtë frikë, kur ta morin diturinë, atëherë bën çka? Të dhënë mas ahiretit. Tash i përmend Imam Aliu radiallahu anhu këta të cilët janë të dhënë mas ahiretit. Dhe thot për këta, thot au mughran bi jam'i al-amwali wal-iddikhar wa laysa min du'ati ad-din, të shtyr nga lakmia për pasuri dhe ngrumbullim, këta nuk janë thirrës të fesë. Pra këto nuk llogaritën atë kategorinë e thirrësve që thirren në fe, por këto qëllimi të në është nëpërmjet Islamit të grumbullojnë pasuri dhe të mirë të kësaj bote. Pastaj çka tha Imam Ali, tha aqrabu shabahan bihi ma al-an'am sa'ima, ata i ngjajnë më shumë bagative që sillen të lirë, kedhalika yamutu al-ilmu bi mauti hamili, kushton thot detyria me vdekjen e bartësve të tij, të saj. Pastaj vazhdon tash Imam Aliu dhe tregon se ka njerëz të dijes, ka njerëz që i kanë frikë Allahut, nuk mbetet toka pa ato. Ama dhe tash e pat fjalën, shumica janë dhënë mas epsheve, shumica nuk janë të thelluar në dije, shumica kishin që vetë të grumbullojnë pasuri, e tash fol për këtë pakicën, të cilët janë shumë pak, të cilët me të vërtetë duajnë diturinë, punojnë me dituri, janë të sinqertë, i kanë frikë Allahut dhe thot Allahumma bala, pastaj tha po o Allah, la takhlu al-ardu min qa'imin lillahi bi hujjatin li alla tabtula hujjajullahi wa bayyinatuh. Thot toka kur nuk do të mbetet pa një njeri që ruan argumentin e Allahut, që të mos zhduken provat dhe dëshmitë e tij. Pra kjo tokë asnjëherë nuk ka më mbet pa njerëz të cilët punojnë me dinin e Allahut, punojnë me diturinë e tyre, të cilët e shpërndajnë diturinë, ja mësojnë të tjerëve, pse që mos të zhduken provat dhe dëshmitë e Allahut, argumentet e tij, ajetet e tij, urdhrat e Allahut, mos të zhduken. E për këtë në çdo kohë, në çdo periudhë, Allah xhalleshanu dërgon çon ndonjë dietar, ndonjë thirrës në Islam që e mbron dinin e Allahut. Pra toka nuk mbetet asnjëherë në asnjë kohë pa një rob të devotshëm ose dietar që qëndron me urdhrin e Allahut, që jeton me urdhrat e Allahut dhe i praktikon ato dhe u shpërndan të tjerëve. Pra u shpjegon njerëzve të vërtetën, e ruan fen dhe e mbron sheriatin e Allahut. Toka s'mbet asnjëherë pa këtë. Ani pse na ndonjëherë thojmë, valla jemi të pasur dietarë sinqert, nuk po ka sot hoxhallar të mëdhenj, nuk po ka, po na si dina ku janë. Pse se sicili kërkon atë çiftin e vet. Çka që kanë në shkallë më të urtë kërkon njëjtin, shkan si ai. Ai që është pak më lart, e kërkon atë që është shkallët e tij, apo. E për këtë, në ndonjëherë suni gjojnë ato dietarë, që janë të dietarë të sinqert, sepse ato nuk ngasin mas kamerave. Ato nuk ngasin mas libër të historisë, ku ka përmend njerëzit, kush ka qenë i ditër, kush ka qenë i sinqert, i devosh, ka shkruajtur një dietar të asaj kohe. Thotë ka përmend dikun, thotë jo. A më thotë bashkërkohërisht, thotë jo, kërkohërisht ka përmend. Thotë as te gënjeshtarët, thotë as te gënjeshtarët ka përmend. Thotë qefi aty të përmendet dikun, apo qoftë gënjeshtar më shkruaj dikun. E ka njerëz të cilët ngajnë mas tënve lavdatave, kurse dietarët e sinqert, të cilët po thot tash Imam Aliu se janë ato pak, ato nuk ngasin mas media, mas kamera me dal me tregu njerëzve, çe ku jam unë kam të krij me këtë. Ato janë të qetë. Ato janë njerëz që i kanë frikë si e faqësijës. I kanë frikë që njerëzit mos ta lavdërojnë shumë, sepse ka frikë shejtani mos depërton zemrën e tij e ta mashtron, e të duket si mendje ma. Ka pas për njerëz për dietarë apo evlijave që janë të dashur të Allahut, se ka shumë dietarë evlija janë të fshehur. Domethënë evlija i dashur i Allahut, por njerëzit nuk e dinë. Ka prej tyre që në çast të vdekjes e kupton se ka qenë i dashur i Allahut, evlija. Po ka prej tyre që din se është evlija, por njerëzit nuk e dinë. Edhe ai nuk del më kallëzu me thonë, unë jam evlija. E ka prej tyre kur zbulu tek njerëzit se është evlija, i dashur i Allahut, nga frika e madhe që mos depërton zemrën e tij mendje masia apo vetë pëlqimi, ka vdek. Nga frika e madhe. Në momentin kur zbulu se është evlija,
E ka pa njëri, ka treguar atij tjetrit, a mor vesh në mahallat e nat rrethinën se filoni i pash do keramet aty, i pash do vepra që po shih se është evlia. E kur ka mor vesh se është kur ka mor vesh se njerëzit pe dinë se është evlia, nga frika e madhe ka vdek. E këto që ngajnë, mu tregu para njerëz, unë jam hoxh, jam dietar, pse s'm rroki kamera mu, pse s'm thirrë këto, pse s'm thirrë atje. Pak janë si larg prej evlia Allah këtë. Problema është më kon evlia. Pra në çdo kohë dhe në çdo brez ka nga ata që Allahu i zgjedh për ta mbajtur fen të gjallë. Allah xhaleshan ka thënë Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne kemi zbrit këtë Kur'an, ne kemi zbrit këtë libër dhe ne do ta mbrojmë këtë libër. Por Allah xhaleshanu këtë dije, këtë dituri, këtë Islam e mbron janë sebebat nëpërmjet dietarëve, nëpërmjet thirrësve, nëpërmjet devotshmeve, nëpërmjet njerëzve që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala. Për shembull dietarët që mësojnë dhe shpërndajnë diturinë. Domethënë nëpërmjet tyre Allah xhaleshani mbron dinën e tij. Ka dietar që i mësojnë të tjerë dhe shpërndajnë diturinë. Të devotshmit, të devotshmit që jetojnë me sinqeritet dhe me përkushtim ndaj Allah subhanahu wa taala. Edhe nëpërmjet këtyre dhe thirrësit në fe që sqarojnë të drejtën dhe i largojnë njerëzit nga devijimet. Pra i ftojnë njerëzit në dinin e Allah. E nëpërmjet këto Allah xhaleshanu se Allah çdo njeriu nuk ja çon një libër apo një pejgamber. E si e mbron këtë din, këtë deturi, si e mbron Allah Teala nëpërmjet atyre që e bartin këtë deturi. Domethënë ato që e kanë këtë deturinë islame dhe që punojnë me të, ja shpërndajnë të tjerëve, nëpërmjet tyre Allah e mbron. Se ne dim se ai mbrojtësi i vërtet është Allah subhanahu wa taala. Kjo është kulmi, atë Allahu është mbrojtësi, garantuesi i kësaj feje. Por pastaj nëpërmjet disa sebeve njerëzve për filani dietar, filani mushtahid, filani thirrës në Islam, nëpërmjet tyre Allah xhaleshani ka bën sebeb që këta njerëz ta mbrojnë dinin e Allah subhanahu wa taala. Pra njerëzit nuk kanë justifikim, nuk kanë arsye për humbjen apo pa dijen. Nuk munden me thonë njerëzit arsye valla pa dituria se s'kemi kush me na mësu. Apo kemi kemi deviju se s'kemi dituri. Allah xhaleshan ka dërguar çdo kohë ka dietar të sinqert, dietar që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala dhe Allah xhaleshan vazhdimisht njerëzve ju jep udhëzues. Domethënë njerëz që udhëzojnë në dinin e Allah subhanahu wa taala dhe që ja tregojnë të vërtetën. Pra gjithmonë ka prej atyre që e mbrojnë fenë e Allahut, qoftë me dije, qoftë me thirrje, me luftë në rrugën e Allahut, apo me urdhrin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Gjithmonë ka prej tyre. Pse unë s'jam me te, a qëtë nuk jemi, aja problemi jonë. Ama ka gjithmonë njerëz që i ftojnë njerëzit me dijen, ja mësojnë diturinë, që nëse kërkon nevoja për ndonjë luftë, apo për me mbrojt vendin, apo për me mbrojt familjen, ka dhe prej atinve, po ka dhe prej atinve që urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, gjithmonë kemi prej tinve. E për këtë do të mundojnë, na që jemi pjesë e këtinve, që i ftojnë njerëz në dinin e Allahut. Ta udhëzoj Allah dikan dorën tonë, ti mu bon sebeb me uzu dikushi, me nuk krije në sejdë, me fal namazin. Kjo është punë e madhe. Apo që mësojsh dikujt një deturi, për shembull fëmijës tanë, ti mësojsh ndonjë sure të Kuranit, që mësojsh abdesin, që mësojsh namazin, dikan që nuk din mu fal, që mësojsh namazin, ai çdo herë kur të falet ti kanë me të ardhur dhe shpërblimet e tij. Se kjo është sadakatul xharia, shkan sadakatul xharia ditë lëmoshë rrjedhshme, edhe mas vdekjes tonë të viti se vapët e vorrit. E ke lënë një deturi, e ke mësuar dikon me lexu Kuranin. Ai çdo këta lexon Kuranin, ti bon se bebaj me lexu çat Kuran apo ti të vinë se vapët. Çdo herë kur ta falë namazin, ti e bon se bebaj me fal namazin, ti të vinë se vapët. Pa ju pakua ti, ja? Ti të vinë shpërblimet në atë botë, se ti e bon se bebaj me mësuat. E për këtë pejgamberi alayhis salam ku i tha Aliut radhiyallahu anhu, sikur Allah të uzon dikan dorën tënde, ti të bësh sebeb me uzuaj person, thot për ti është më mirë se këtë kjo botë, çka ka në qiell, çka ka në tokë, e mes tinve, thot më mirë për ti është me uzu Allah në dorën tënde dikon se sa me të dhon këto të mirët keq që janë mes qiellit dhe tokës. Para mendo dikushi ka qenë devijum në rrugë të gabume, ti e bon sebeb e ke drejtuar në rrugën e Allahut në Islam. Edhe ai shkon e vdes musliman, edhe shpëton nga zjarri i xhenemit dhe fiton xhenetin. Ti bon sebeb.
Ti dikon me shpëtu këto prej nuj, dikon me ra nuje me shku me shpëtu, të në jetën ta përmejnë. Si thojnë të natë, thotë ta kam një jetë borç, se më ki shpëtu. E para me ndot të shpëtojsh dika nga zjarri i xhehenemit. A unë pikë së parë duhesh të fillosh me vetveten tonë, se për me shpëtu dikon nga zjarri i xhehenemit duhesh me ditë për veten tënde. E Allah çka thot në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum khayra. O ju të cilët keni besuar, shpëtoni veten e juaj dhe familjen e juaj nga zjarri i xhehenemit. Waquduha an-nas wal hijara, lëngdjeksa të cilët janë kush? Njerëzit dhe gurzit. E çka thot Ali radiallahu anhu për këtë ajet? Ku anfusakum wa ahlikum nara, shpëtoni veten e juaj dhe familjen e juaj nga zjarri i xhenemit. Si më shpëtu thot allimuhumul khair, mësojave të mirën, mësojën dinën e Allahut, mësojë fëmijës tanë kjo është halal, kjo është haram. Ki kujdes nga haki, mos i nër hak, as kujshijes, as të hujit, as të afërmit, mos i nër hak as prindit, mos i nër hak as vllavit, as motrës, kur kujna mos i nër hak. Të rritesh me kënë. Sot për shembull na për shumë familja për shpe ka probleme të mëdha se një nuk guxon me lënë një send që tonë, çu po thoya shembull një çokoladë. Tani është një çokoladë se vjen atje të ja fshin. Hiç intereson e kujna, është e gjithë ashtu pe apo, ka dalë se sa është e jotja. Është e vllavit, është e motrës, është e nanës, është e babës, është e dikujna kjo. Si e merr palien, nashtaj s'ka qef, nashtaj nuk pranon ti me mora. E kur na përshpihen këto probleme, para menoj këta njerëz pastaj me mul me udhëheq tjetër. Çka bojnë to? Çka bojnë? Çka po bojnë? Pse se prej shpe nuk i kanë mësuar këto sene, se një sen që nuk është i joti mos e prek. Edhe ai i cili është edukuar me këtë, vallahi billahi ne që kalon rrugës sikur mos me pa, se në me pa që një truç pare, me pa lira, ari, me pa që me pa, ai bon sikur që nuk e shef, vazhdon rrugën e tij, nuk janë të mirë, çka më intereson. Ati edhe banka më konë qelë, krejt qelë dhe i partë për mi tavrinë nuk i prejkë, sa i ka frikë Allah, nuk i ka frikë kamerës e policit e shtetit e ligjet. A i ka frikë Allahot. Ka qenë një prej djetarve të hershëm, prej gjenerat të hershme, e ka mu një nipin e vetë, edhe i thotë, o Biriam, thotë, po t'i mësoj disa fjalë, thuje mrenda vitit, për një vit i thuish vazhdimisht të fjalë. Cëllën fjalë, më thujet, a sa kam fillu me fola i fëmija, thuj, Allahu më sheh, Allahu din gjithë shka për mu. Që të di fjarë, thuj? A më rregullisht, para se me flet, pas të zgjohesh prej gjumit, gjatë ditës, thuj këto fjalë. Edhe mas një vetë vjen ai thot, o gjithë thot i thash ato fjalë. Ai thove, Allahu më sheh, Allahu din gjithë shka për mu, tha po. Thot o Biriam, thot ai cili din se Allahu e sheh, dhe Allahu din gjithë shka për aja i bën gjuna Allahu? Të qajtë fëmija më thua për djetarët mëj për evlijave, për të dashët e Allah, njeri devoqëm, se e kam mjellë në krinë e ti, se Allahu më sheh, edhe Allah din gjithë shka për mu. E tash me shku ku me shku, në Sahare më kënë shkretin, zgudzëve bo një haram, se Allahu më sheh, Allahu e din. Din gjithë shka për mu shkem të bo. E kjo me shka bot, me dituri. E për këtë, thot Imam Aliu, për ajetin allimumul khair, mësojave familjes juve dhe fëmijëve juaj dhe vetvetes khairin, të mirën. Kush e mirë është dituria. E kur ka dituri me një familje, ku praktikohet Islami me një familje, çfarë lumturie ka ti, çfarë qetësie ka ti, edhe nëse ndonjëherë gabojmë, se njerëzit jemi mujë me gabu, ama disi mu pendu, disi mi kërku falje, që vllavit më të vogël apo vllavit më të madh. Dimi si mi kërku falje qoftë nanës apo babës, po edhe babe e nana di si mi kërku falje fëmijës, nëse i bojnë ndonjë padrejtësi. Tash nuk do me thonë se është babë nanë mo i ka krejt drejtë, çka do e mund me bon me fëmijët e vet, ha? Do ne mund me bon ndonjë padrejtësi, me gabu, i bën padrejtësi. Ama kur ka ditë din si mi kërku falja pa halallok si i thonë të na. E kjo me çka bën me dije? Pa dije njeriu është i humbur, pa dije njeriu sikur kur e humb rrugën e tij nuk din ka shkon. Në shkretin është, pa busull, pa kur gjon, edhe s'di ka mbejt, s'di me shkuat në gjatë, as shmajt, as para, se në ta në onë për ta është njaj. Këshi ishtë onë me 1000 kilometra i duke këtë njajt, këshi për para një, s'di ka shko, një humbur. E kur ka njeri u dituri, ndrishi zgjidh problemet e ti. Ndrishi disi të stilët me njerëzit. Pejgamberi alayhi salam thonë, lejse minna men lem yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nuk është prej neve, nuk është prej traditës tonë, nuk kanë rrugën tonë, ai i cili nuk e mëshiron të voglin dhe nuk e respekton të vjetrin.
Pra të ditë po kërkon, të vjetën me respektu, të rion me shka? Me mëshiru. Tash se jeti plak i mahallës, krye plaku i mahallës i katun, nuk do me thonë se tash ti mund me bosh shka mos. Mëshiroj ato që janë më të vogël se ti. A me ti që je më i ri, mos me thonë hajtë sa është i ri ki, po se është i ri, ka përgjësia, edhe ai duhet të di ti respekton më të vjetrit. Se të na shpesh ndodh, që përdor këtë fjalë, hajde me lesi i ri është. Kur ta shish mashallah 2 metra sa dera që i madhe asi, lesi i ri është. Qyshiri, pa i ka është përgjegjes, a ka një moshën madhore, është bilek, po. E po kri puna ati, duhet me pas kujdes çka po ban dhe çka nuk po ban. Duhet me di çka është përgjegjësia e tij, çka ka drejta me bën dhe çka nuk ka drejta me bën. E këto me çka bën? Me dituri. Me dituri të pastër, të sinqert, të drejtë, të vërtet dhe mi pas frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, Allah xhaleshan nuk e le këtë tokë pa njerëz të ditur, pa njerëz që thrasin në Islam, që u mësoj njerëzit të vërtetën, pse që kështon ditën e Kiametit mos të thuj njerëzit nuk na erdhi asnjë paralajmërues. Ose s'kemi pas kush, s'ka pas kush më na mësu. Tash na shtandoa ndonjë vend larg për qytete, ndonjë mal, ndonjë shkretin, që dikush s'ka kontakt me kërkonin, mund me ndodh mos me pas dije, mos me ditë për Islamin, kanë diçka tjetër. Ama në përgjithësi, Allah xhaleshan këtë tokë nuk e le pa njerëz të ditur, pa njerëz të sinqert që thrasin në dinin e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra nuk kalon asnjë periudhë kohore pa pasur dikan që mban fen gjallë me argumente dhe dëshmi. I mëson dhe i udhëzon njerëzit në mënyrë që të mbeten argumenti i Allahut, faktet e Allahut të mbeten të qarta për njerëzit dhe ata të mos kenë asnjë arsye apo justifikim nëse devijojnë. S'ka nëse devijon me thonë, o zot, po se kam ditë. Se ke ditë? Padituria nuk është arsye. Sigur që jetë padituria arsye, kërkush s'kish mësu. O zot, se kam ditë. Hajnë xhenet. Se kam ditë, hajnë xhenet. Se kam ditë këtë, hajnë xhenet. Sigur që jetë padituria arsye. Ama padituria nuk është arsye. Diko mund me qenë arsye mos dituria. Ama për bazët e Islamit, për se të përditshme çka janë, nuk mund me qenë pa arsye padituria. Dhe ka raste për shembull dikushin nga padituria nuk e ka nibe kur. Unë për vetë kur kam qenë në studime, kam një rast dikush se ka ditë se di sa vjet se ka namaz sabahit. Ka fal drekën i qenë në akşam në Jasia. Një ditë për ditën në fakultet. Am vjen fakultet Islam, kështon në fakultet, të njëjtë me një shok të vetë, ai shoku i vetë thot, ai sot më hike sabah se ne fala, u dash me fal kaza. S'm dul xhumi, subhanallahu, s'm gëzon xhumi se ne fala sabah. Ki thot, ka është ai sabah? Thot çish më shkon ai sabah? Thot po dëshkon ai sabah. Thot një namaz, pas kohë namaz, sabah dreka që nia akşam Jasia. Ta sot se po nisë ka sabah. Tash mund me thonë dikush pas se ka një zonë, se ka një se ka një dikan të fol, ama mundi me ndosh ose ndodhi, dhe ka raste nuk ka kon ke para 200 vjet, 300 vjetve. Do të thotë të kanë studime atje e kanë ndëgjuar këtë lajm, se dikujt i ka ndodhur kjo. Se ka ditë se ka sabah. Ama është fjalën përgjithësi, Allah xhaleshan këtë tokë nuk e le pa njerëz të ditur dhe që i mësojnë njerëz që i ftojnë në dinin e Allah subhanahu wa taala. Dhe është një parim. Kjo është një parim i rëndësishëm në Islam se udhëzimi dhe e vërteta gjithmonë janë të pranishme. Gjithmonë. Pa kur ka dërguar Allah subhanahu wa taala Muhammed alayhis salam, deri mo sa të ka musliman të fundin këtë botë, në këtë tokë, udhëzimi dhe e vërteta gjithmonë janë prezant. Tash dikushi nuk do me pranu. Është përgjegjësia e tij. Dikushi e pranon. Dikushi e pranon, por nuk e praktikon. E si coj pasaj ndonë ato kategori. Ama udhëzimi dhe vërteta gjithmonë janë prezent këtu në mesin e njerëzve e dikush. E ka shpinë nga xhamia zvjen. Shkami bo. Dikush e ka 50 kilometra, shkon e vjen në xhami, se do në Islamin, do më mësu për Islamin. Pastaj njerëz janë përgjegjës për atë. Ama ai ka ditë, këtë e di. Edhe si coj ka me dhënë llogari për veten e tij në ditën e gjykimit. Për shembull pejgamberët janë shembull më i mirë se Allah xhaleshanuhu i ka dërguar pejgambert në çdo kohë, thot me një hadith diku numri aty në 124.000, në çdo kohë ka pas pejgamber.
Me ia mësu njerëzit dinin e Allahut, me ia mësu la ilaha illa Allah, me ia mësu se ekzistojnë melajkat, ekzistojnë libra, pejgamber, dita e gjykimit, ekziston caktimi i Allahut, gjithçka këtë bën ndodh me caktimin e Allahut, e mira dhe e keqja. Këtë pejgamber këtë ka mësu popujve të tjerë. E pejgamberët janë, si më thon, shembulli më i qartë për neve se Allah xhaleshan pse i dërgoi. Do të thonë ka pas pejgamber çdo kohë. E Muhamedi alayhis salam është pejgamberi i fundit, me librin e fundit, me ligjen e fundit, shariatin e fundit, edhe na sot ndjek me shariatin e Muhamedit alayhis salam, ama ndjek me fenë e gjithë pejgamberëve, se një fe kanë pas të gjithë. Prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhimus salam, e kanë pas një fe islamin. Do të thonë Allah ka dërguar këto pejgamber pse? Me mësu njerëzve islamin. Ka pas kohë ndoshta një periudhë gjatë, për shembull xhahilijeti i parë, ignoranca e parë akon prej Idrisit alayhis salam deri te Nuh alayhis salam, dikon 1000 vjet, s'ka pas pejgamber. E kanë devijuar njerëzit, në Allah xhaleshana dërgoi Nuhin alayhis salam, pejgamberin e parë tek jo muslimanët. Se pejgamberi i parë ka qenë Ademi alayhis salam, ama te jo muslimanët për mi ftun dinin e Allahut, i pari pejgamberi dërguar te një popull jo musliman është Nuhi alayhis salam. Pastaj xhahilijeti ditë, ignoranca ditë, periudhë gat prej Isa alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam nuk ka pas pejgamber. Edhe atë njerëz kanë filluar me deviju, por Allah e dërgoi Muhamedit alayhis salam dhe i ftoi në dinin e vërtet, në dinin e Allah subhanahu wa taala. Po ashtu edhe Allah xhaleshan mas pejgamberëve ka lënë dietar, rabbaniyun, dietar që kanë mësu, që kanë praktikuar, që janë konë të sinqert, të devotshëm, sikur Imam Shafiu, sikur Imam Abu Hanife, Imam Maliku e të tjerë, të cilët me argumente të qarta, me fakte, ja kanë mësuar njerëzve islamin, dhe ata kundërshtarët e islamit, grupacione që kanë qenë kohët e tyre sektet, i kanë luftuar me të madhe. Me çka i kanë luftuar? Me dituri. Se gjithmonë ka edhe dietar, po që non ka edhe armisht e islamit. Dalin sekte, grupe të ndryshme, ne mund të islamin me luftu islamin. Po Allah nuk e lën këtë din pa dietar, të cilët janë mësojnë popullit të tyre çka është e vërteta, kush janë të devijuar, kush janë këto sekte, këto grupacione që ne mund të islamit dojnë të shkatrojnë musliman, edhe i zbulojnë këta. A me çka me dije? Pa dije, krejt duken mirë, hasbe se krejt mirë e ka. Po edhe ki pëllet Allah ekber, edhe ki Allah ekber. Pa një ka mi tash, na për Siri ku pe shohim, na për vende arabe gjem luftës që bën mes po thujna mes muslimana, se të dinë ana sunit para xhikojna, po ai, a më çish me ki Allah ekber, po xhun. Ai pina të Allah ekber, ki be këto Allah ekber. Është cëlli mirë. E dikush në mund të islamit, qotë e mundot të aprishi islamin. Se këtë fjallën Allah ekber të është gati, si cëllë e kam, su dhe këtë tjashmit, për bojnë dhe një problem, dikun Allah ekber për mi umejt muslimanëve. Hina gjë në Francë dikush në një shqitore, the, bandi shka Allah ekber, edhe po hik, një musliman, një terrorist. Që është me fjallën Allah ekber, terrorist në bojnë. E Allah ka lënë dietar, të cilë dietar ja sqarojnë njerëzve se çka është e vërteta. Mos u mashtroni, mos vinin kurthët e armiqve të Islamit. Ndjekni të vërtetën, shikoni çka thotë Islami, jo çka bojnë disa musliman. Nëse duket diçka e dyshim që janë të bëjë musliman, ktheu te burimi, te Kur'ani, te Suneti, këshira anë çështën nuk kanë çështën. E këta tjerë për me luftu Islamin na shihni çka bojnë, na për media. Shikoni musliman, kujt dia gjën në Afganistan shkojnë me një kodra gjë, gjojnë do njëshka s'kan dije me Islamin, ama janë të veshëm si musliman, edhe i shohin se si për maltretojnë gratë, shikoni Islami që i ban grave. Shikoni Islami që i ban fëmijëve. Që ato 5 persona të Afganistanit, ajo me një shkretina gjatë, ato tash e përfaqësojnë Islamin, pse s'pe merr Kur'anin me na çiç ka thot Kur'ani, si me respektu gratë, si me respektu burrin, gruajën, fëmijën, plakun e muslimanin e atjetën e këtë. Pse se tregoni prej Kur'anit, po shkon atje kujt dimën i shkretin dikon, i gjon një ditë rreth edhe shikoni muslimanë. Duhet më kthit te baza. Çka po thot burimi, çka thot Kur'ani dhe Suneti. E për këtë Allah xhelleshan ka dërguar pejgamber, ka dietar, të cilën çdo ku ekzistojnë këto dietar, që u mësojnë njerëz të vërtetën, edhe duatu sadiqun fi kulli zaman, në çdo ku kemi thirrës të vërtetë. Thirrës që ftojnë dinin e Allahut. E kanë asar metodën e tyre se si i ftojnë njerëzit në dinin e Allahut, ama gjithmonë ka prej tyre. Edhe nëse janë pak ato, edhe pse janë pak, ama gjithmonë ka, edhe sot ka. Dhe ku janë? I gjonat, suni gjona në përvende ku shkojnë shumica njerëzve ato,
Ta shpesh e ki pa disa që thonë, s'ma merr me ja, tha se ka evlia. Sot ja, s'ka evlia. Qish me s'ka evlia? S'pëshofim s'ka kërkon, pa në kafish nuk rriven, që të notën në kafish në diskotek muzik, po do me prit do një evlia me dalë aty. Nuk shkon. Si thonë duhet me kërku në vendin e duhur. Nëse do një vajzë, më martu me një vajzë që është e sjellshme, ka edukate, ka morale, ka frikë Allahut, e praktikon Islamin, shko li për shpe, mos e li pa jenë ku s'duhet me li. Me thonë, valla janë prish, qikët, janë prish rini, janë prish gjem. Pse? Se shko një li pa jenë ku nuk duhet me li. Të mos shko me li vlla në vendin ku s'duhet, lipe çdo sa në vendin e vet. Në vendin e vetë, do një domaçik si i thujnë të nalë, lipe në shpe duhet me lipat, të baba, të nona, asajna. Po se lip të kus duhet me lip. Edhe evlijat, mos lip të evlijat, me shku në diskoteke, jam të lip dhe një evlijat të ne. Aha e gjon. Pra Allah nuk i le njerëzit pas një argument ose udhëzues. Edhe në kohët më të errta, në kohët më të prishura, kur ndodhin shkatrinë të mëdhoja, ku ka padrejtësi të madhe, Allah e dërgon dikan do një njeri që është i sinqert dhe ka dije dhe i fton njerëzit në dinën e Allahut. Pse ai ka më mundu shumë nashta, ka me përjetu maltretime shumë, apo ndoshta prej familjarëve vet, prej njerëzve më të afërm, por një ditë ka me dal fitimtar. Pejgamberi alayhis salam ku erdhi, ku dërguar si pejgamber, të afërmit të tij, familjarët të tij, minxhallarët të tij, i thoshin ti po rrin, ti je sëmur, duhet me çu dikon doktor. Ti duhet me çutë ndaj psikolog, sikur sot që na i bojnë për shembull, ti thu, shi mishi, për këtë mishin haram, a bezban me çket nuk ban me bon çat. Valla ti i bon dikon me çum psikolog tis. Shka i bon kështu, psikiatër me çu dikon se si në rregull diçka. Pse ma këtë dunjoja pe hajm, po ti këtë dunjoja, po në vetë i në vorë, si me këtë dunjo. Po këtë të gjallar, plot të gjallar pe bojnë, po si ma në vorë me të gjallar, të në hinë vetë në vorë. Me një vend njëre pita njëri thash për mishin, thash fal mishin, a keni halala? Nëse kërkush nuk thot haram e kemi, këtë thonë halal. Për mishin tha halal është. Thash a mund certifikat vesh me shipi ku e merrni? Tha po këtë xhallar timbe, hajin këto në. Thash zotri, thash unë vorr hi vet, nuk himi ato xhallar. As me atë muftijen, as me matvolën, as me atë madhin. Unë vet hi në vorr. Unë i kam frikë Allah për vetveten. Ë? Jo çka bojnë me këshi këtë njerëzit. E tash ti ku dilesh më se pozite me nërë me mujtë me të adhonë letën të qojnë doktor të shko të i këshirë se valla si e tamam. Pa kështu i thane pejgamberi alayhis salam. Ky thënë që mos adhuroni gurin e drunin, adhuroni Zotin krijuesin, furnizuesin jo, besoni një Zot, mos i besoni këto gorzi këto dron. E nisën mi thonë ti je i sëmur, ti ke nevojë për ndaj mjek. Nëse ke nevojë ndaj mjek, ta xhojnë mjekun më të mirë këto në vende arabe, veç me çu me çrua Muhammed. Min gjaj veti dhojke. Ebu Lehebi. Dish në për me këthojshin se disha i kanë do këti nipit ton, këti gjallit ton, e ka kap dishka, ja i kanë mos si hire, ja ka magji, ja në shlesi sëmur. Pse se këto ishin krejt me një drejtim të gabum, a ishte kundra këtinve. Ishte ju duke këtinve se aja është gabim, po jo, ju e një gabim. Sigur e gruja që këshin autoban me kërën kundër tënë, e të i nëmruaj një policin, këtë njerëz kanë një kundër të në, oj motër, të i kinë kundër të një ato. E dhe nga dikuj qëtoj e duke, të i e kaldon drejten, a i thot, se të i të thonë, qështon është e drejta, a maja shtarë pitën e tonë, thot, jo, qështon është e drejta. E këtë takone drejta, pa drejta kështone, atëherë duhet me gjithë metodën, se qish me shlu rrugën, me abon qarën të qishde. E problema është, si të mos shfarkoj jetojmë sot, përgjigja për shumis njerëz është, po shumica pe bojnë. Shka më intereson mu shumica, më për vejti më intereson. Po krejt pe bojnë, mos u ban tash ti ma hoq se ato xhallar të tjerë. Shka më intereson mu për xhallar të tjerë, më intereson për veten. Po pejgamberi alayhis salam ku i di çka ta interpreton në hadithin e pejgamberit alayhis salam. Kjo vjen krejt prej mosdijes. Njerëzit që ose nëse kanë di hin atë kategorinë që tha Imam Ali radiallahu anhu, me detyrinë mundon ta fitojnë dunjon. Apo me detyri janë të dhënë mas knasive të epshit të tyre. Nuk dojnë me aprish. Edhe mu qut shembull një hoq, pak si i vogël hoq, mi u fol atij që kanë më të mëdhoj hoxhallar me emën, më thonë çka kanë të bën gabim. Me nërti që janë devijim, ja thonë një smut, ja diçka, pse se po ja prishra atij.
Po ki hoxha i hoxh, po mo, ka dallim, ki është i hoxh, pa ka di, pa është i sinqert, i ka frikë Allah. Ti se ki shumë dije, ti nuk je i sinqert diturin tane. Se sa ka pas njerëz ditur, dije kanë pas shumë, po kanë deviju. Prej mendjemasisë, prej vetë pëlqimit, i ka pëlqi vetë vetja. Shumë kisha kur ta mirësh vetëm mësish tu internati. Problem këta mirësh vetëm mësish, probleme ta gjithë një ilaç. Se duket vetja ti më i miri, mos ka del njëri përpara ti që mund me të ndaj. Si të ti gjon diçka. Unë jam i përkrim, aty s'ka mund asnjë mangësi. Ndije ju përzidi ku i thot gabim. Për dunjallëk thot ti gabim, për sport thot ti gabim, për atë ti gabim, për punë, këtë gabim jam, aty ka pëlqi vetvetja. E çka është e peshorja që i mot, është dituria sinqert. Është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për çeto njerëzit, për thirrësit, për dietar, për ata njerëz që udhëzojnë njerëzën në rrugën e vërtetë që largojnë nga devimet, thot Imam Aliu, ulaika humul aqalluna adada al-a'zamuna 'inda Allahi qadra. Thot këta janë të pakt në numër, por shumë të mëdhenj në vlera tek Allahu. Thot çto të sinqertë që i kanë frikë Allah, që punojnë me dituri, që nuk shirin nëpërmjet diturisë me fitu pare, pasuri, poste, sende, por e kanë sinqerisht për Allahun Teala. Thot këto janë pak në numër, por me vlera janë të mëdhenj, janë të shumë në vlera tek Allah subhanahu wa taala. Kanë shumë vlera të mëdha te Allahu. Ai sot për fat të kesh na muslimanët na përbot kur të shikojnë, ç'kan të bëjnë me zveti. Ishin vra, ishin mbyt, pse? Për interesa dunjas. Ju ka një të xhallar. Shkon me një qytet di muftia janë bë. Jo kjo është sipas ligjit, kjo është, kjo nuk i takon. Kjo që mund takon, kjo nuk i takon. Di raisa, dekretara, di aset, di kset. Po ku shkon me një shtëpi më ka dë makina, çka bën? Ani kur për poste, shifët a shqyqare, shumë e qarta se këtë për dunjallëk, nuk ka diçka për islam. Për dunjallëk, ani pse i përdojnë hadithët. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allah, ka thonë Imam Abu Hanifa, i përdojnë ajetë dhe hadithë e këtë, edhe kje. Ama, shkajnë të më popë dhe gjematit, një kini hutun. Pse se qëllimi është me zonë katë karrika. Dhe kjo virone vesh një pezan, nuk i zën din, nuk i zën 3, 4, 5. Njaze. E Abu Hanifa ka ngër qytet, e kanë rrej, thua se ka vdik për i qësajt më shtrej më të maltretime, vetëm se s'ka pranu më bon gjikatës. Asot na mitë më të rrej të azon një vend pune. S'full me mingjër, me gjallë në mingjës, me dajnë, me halë, me tjesë në full, vesh të azon një vend pune. Jo vetëm politikë, po në qonë që të islamit. Banën aty për marrë e madhe, aty se shkanë të bon. Jo po mora i se ti diko imam, pa hi do diko imam, ti të dashë me i diko imam, i mësoj njerë si mu koncel, që ma ti të imam me të rejme. Po hi unë imam diko me një gjami, me të rejme, me dalavera, me të vrame, me të mbitme, me të i thonë ati qka mos, pse po jatë në gjami, qka kime ka dhut në gjami? A kime ka dhut stilën e mirë të një musliman, si duhet më koj stilëshëm, si këtë duhet më pas frikë Allah, si duhet më koj but me muslimanët, si duhet më koj modesti, a kime mësu që të gjemot tanë, po. E të që shine, as njohën se pate për këtine. Të në start, ja filloj e pra. Ku do me ima? Që do më bo, pse gjithë të probleme, filan hoxha janë të uvra, janë të mbita, po njojë po do më bo rais, kretari, bërsi islami, shemë, apo mufti. Po të i e përfaqësu si muslimanve, të i dush më konë shembulli muslimanve, këtë hepa shajinal me të pas hirë si musliman, si hoxh, si djetar, si rais, si mufti, si kuj diçka, atëja që nërë të hipe me 100 me të këshia. Ta përkon hajrë, bereqet në atë vend, vallahi, problema është me pas bereqet ati. Se temeli ka fillu me probleme. Starti ka nisë me dalavera. E thot Imam Ali, thot ato janë të pakt, që janë të sinqert në dije, por kanë vlera të mëdha te Allahu. Bihim yadfa'u Allahu an hujajhi hatta yu'adduha ila nudharaihim wa yazra'uha fi qulubi ashbahihim. Me ta thot Allahu mbron fein e tij. Me këtë të sinqertë në dije. Derisa ata ja dorëzojnë dinën atyre që vijnë pas, që janë të njëjtë ato.
Domethënë i sinqert, i ka frikë Allahut, ja dorëzon detyrinë atij që është i sinqert, që i ka frikë Allahut, e kështu me radhë. Dhe mbjellin në zemrat e atyre që u ngjajnë, që janë të njëjtë. Domethënë që i kanë frikë Allahut. E thuhet një fjalë, disa dietar nuk është hadith, por thuhet një fjalë inna Allaha yahfazu ad-din biman yahmiluhu. Vërtet Allahu e ruan fen përmes atij që e mbajnë atë. Pra nëpërmjet ku e mbron Allahu fen, nëpërmjet atij që e bartin fejan. Domethënë e mësojnë, e praktikojnë dhe ua transmetojnë tjerëve. Nëpërmjet tyre Allahu e mbron fen e tij. Pra Allah i madhërisëm e ka bën një nga mënyrat e ruajtjes së fesë së tij që disa rob të tij të devotshëm, dietar, thirrës, besimtar të sinqert, ta bartin dhe ta mbrojnë fen me dituri, me fjalë dhe me vepra. Kjo është edhe prej mënyrave që si mbrohet dini i Allahut. Pra nëpërmjet dietarëve, nëpërmjet thirrësve të sinqert, me çka e bën këtë? Me dituri, me fjalë edhe me vepra. Jo vetëm me dituri. Ka dija mo fjalë e vepra kërkojnë. Apo dikush ka fjalë për sa dosh, ama dije nuk ka. Qetri ka vepra, por s'ka dituri. E njëri kur bën vepra pa dituri, më shumë pris se sa që rregullon. Çka ka thënë Hasan al-Basri, i pa dituri që punon me pa dije, thot më shumë pris se sa që rregullon. Pra ata janë mjeti ruajtjes të vërtetës në tokë. Prandaj mbajtja e fesë dhe përhapja e saj është nder dhe përgjegjësi për çdo musliman. Pejgamberi alayhi salam thot: "Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu." Thot këtë dituri, pra këtë fe, do ta bartin në çdo brez njerëzit më të drejtë. Pra gjithmonë këtë dituri që e kanë transmetuar, kanë mbajtur për një brezin tjetër, njerëzit e drejtë. Njerëz që qëllimi vetëm e tij ka qenë xheneti i Allahut. Qëllimi vetëm i atij ka qenë nëpërmjet kësaj diturie të arrijnë miratimin, razinë e Allahut subhanahu wa taala. Kë ka qenë qëllimi i tyre? S'u ka interesu parja, s'u ka interesu posti. Sa ka prej tyre nuk i ka interesu posti, po kanë ka punu në tokë, ka punu në fush me shatit, si thonë të na ka punu bojk, ama njëtë kanë ardhur prej mos mi bon piqë atina. Pse sa koni sinqert? Dhe me thonë, filloj mësimin tanë me sinceritet, merë diturinë me sinceritet, shpërndaj me sinceritet, vallahi nëse jenë male dikon, i vetëm jeton njerëz kanë marrë atje me të pitë. Pse se e dinë se i sinqert, se njeriu shkon e pi dikon ku i flen zemra, po. Ani psani 100 kilometra, po shkoj të flen hoxha, se të çki hoxha më flen zemra. Ninë rahat, kur t'ja bajnë piqen, kur më e përgjigjen. Për këtë thot pejgamberi alayhis salam, këtë fe, këtë dituri e bartin në çdo brez në brezin tjetër njerëzit më të drejtë. Pra kjo tregon se Allah e mbron fenë e tij nëpërmjet bartësve të saj, dietarët, thirrësit dhe të devotshmit. Pastaj thot Imam Aliu, hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri. Thot dija me ta është hyrje drejt realitetit. Dija me çdo njerëz është hyrje drejt realitetit, drejt të vërtetës. Sepse këto kur folin nuk folin me fantazë, nuk folin me ëndra. Ki pa disa kur nis me fol për Islam shiren, me këshime filozofi kur të hina për filozofia, kur të hina kujt diçka hip pezhdip, a ka mujt me di fjalë më të përgjigj, atë? Ka që dikush atë me filozofu. Çka filozofon dinin e Allahut? Nuk ka nevojë me zbukuru dinin e Allahut, vetëm është i bukur. Nuk ka nevojë të me fjalë tua ta zbukuroj shkruajnë, vetëm është i bukur. Pejgamberi alayhis salam vetëm është i bukur. Mos shto fjalë tjera të hajt kishte ta lavdëroj pejgamberin alayhis salam me hi me deviju dikon. Thuaj ato që i ka Muhamedi alayhis salam, thuaj ato që i ka Islami. E mos u mundon mu bën i mirë me krejt atë, edhe për çka për me tregu Islamin se Islami është fe e tolerancës. Po është toleranca, më ka kufi deri ku më kon tolerancë, të mos e bën tash autoban. E në përjeti dietarëve hijet drejt realitetit. Pastaj thot Imam Aliu, fastalanu mastaw'ara minhu almutrafuna wa anisu bima stawhasha minhu aljahilun. Thot ata e bojnë të lehtë atë që e konsiderojnë të vështirë të pasurit dhe ngjejnë kënaqësinë në atë që ignorantë shohin të frikshme. Pra këto dietar që i kanë frikë Allah dhe që janë të sinqertë në këtë dituri, për të cilë po fol Imam Aliu, thot ata e bojnë të lehtë atë që njerëzit e konsiderojnë të vështirë. Thot dhe e ngjejnë kënaqësinë aty ku ignorantët e shohin diçka të frikshme, aty si frikë. Për shembull Imam Abu Hanife rahimahullah thot
është një dietar i madh dhe kalonte natën në namaz dhe ditën në duke dhënë mësim, duke dhënë dituri. Për shumë njerëz të zakonshëm, njerëz të thjeshtë, sikur shumica që jemi sot, kjo jetë ju duke vështirë. Si jetuat marrë kështon, çka bën kjo njerëz kështon? Ta natën fal namaz, ditën të dhënë dituri, sa jetë be kjo? Pse se për ato jetë është me shkuën në për dietë, në për knasia, në për harame, në për knasi, në për lezete. Qa jo është jetë? A kjo Ebu Hanifës shembull, ju duket e vështirë diçka, si me fal natën namaz, e kur me fletaj. A ditë me kanë galën dhe kur me fletaj. E diaj, boll mirë di kur flet. Nëse dikush fal namaz natë, e ditën punon për Islam, mos ja baj galën me thonë, kur demek dhe po ju dhimbët, kur ma flen ki? E për ti, kush më dhinë për ti, se ta natën rejna për vende harame, besati 6, sati 2-3 mas ditën, e ke mushtelu jetën tonë, e ke përzi krejt orarët e jetës tonë. E keni pa të nërë disa, e shojnë të vështirë, për që i falin namazit, 5 herë në ditë. Që po falë 5 herë në ditë, kur po kinë kohë, thu ti se ato 5 herë në ditë namaz me falë, do 25 orë, jo 24 për 25. Je duk qa që vështi dikuj, që po mundim i falë të 5 kohët e namazit? A vën xhami të rrja? Jo, mas rrimë në xhami. Nuk rrimë në xhami, ko t'jem për ati shka rrimë në xhami, po Islamis na thot vesh në xhami me nej. 5 kohët e namazit, hajde krejt namazit japja ka 5 minuta, 25 minuta. Pa e pak ma gatë, pak e me abdese me ke, 1 orë me qenë 1 orë, 5 kohët e namazit 1 orë, 23 orë i ki i qërë. Ama ti duket vështirë. Tha që po mund mi falë 5 kohët e namazit. Qetrit ju duket vështirë agjerim. Tha që pa agjeroni, pa buk me nejt, pisa bajt dina kësha ma. Po edhe ti shpesh rri pa buk shtë në të nga mas punës. Në shtapet di shka, nuk e ki bashkë sigur Ramazarin. A mo zurë të fishlojnë të nanë. Nëse e kam një takim që atje, edhe një takim që atje, qkoj dera atje, 2 direkton, qkoj dera atje, u bon sa ati 5, halas ka mongër buk, të dash me shku të shpia, thjerë dikush për një ofert me a bon diçka një pun, ham dole një pun, nga atje, sa ati 9 vend të shpia, po të nditën të nejtë e pa buk. Pa mu të për ahirejt nëse ki bo, ki që të bojnë për ahirejti. Kër i than një plakit në shkretin, atje në përvejnë arabe, ku anë zeti ma, i thanë, si po agjeron këtë ditë në zeta, thot po agjeroj për një ditë të cina është mendzja se kjo. Njëri menshëm, njëri që kupton, që logjikon, kështu përgjigjet. Thot po agjeroj për një ditë të cina është mendzja. Për atë ditë kur afro dillim mbi kokët e njerëzve. Dhe kipja ba ngalë që po agjeron këtë kohët e nxehta. Dikush e ka vështirë, atë e shojnë të vështirë haqin apo zekatin, që shme shku ma tash atje në haq, që tash në shku e haqit, me shku atje gjithaj kallaballë ki manë, zeti manë, vënë se mi moshtë të pare, me shku në ditë, dikon mu knaq atje, ato ignorantët, gjahilit, shko me ndojnë. Kjo i duket e vështirë, shko dikon mu knaq. A njës të meqër, e di se në atë vend nuk po shkoj me knaq shpirtin tem. E jep zekatin se atje është razia Allah subhanahu wa ta'ala. Disa qire, e ki po, ju duket se e vështirë mbulesa, kur ta shofin, me një grujnë mbulume, po që shpe mama i shamin kështon kënë zetë, më po të vjen zeta? Jo vallaj ti të vjen zetë ma shumë se asajna. Ti që jesë mbulume, ti të vjen ma shumë zetë se asaj që është mbulume. Se ti dilë, ato rrezë dhe dilën lët balë, ta më shumë, në krije këtone. Dilën, asaj bile janë mbulon pak, ati, dhe sa të mëri, dilën flokë në krije ati, është një mbuljes ati. Në po pleshtetun për para. Vere dimën, gati me të njëtë të teshe ka nej. Pleshtetun, në gosht, kur ako më nëzet, me këmish, të nga që i lijekin për mi që kanë vesh, të nga së tjetëra. Që ashtu në fush kanë shku, që ashtu në fush kanë punu. A më ti normal, si ka orë nëzet, pëse si ju ka mësu trupi. A më nësë që në mësu këtë nga për klima, hinë kërë me klim, në shpi me klim, në banjo me klim, në dhomë të fjeqës me klim, a që me plik, me klim me dalë pak jashtë, ku sa në zetë, ka nësë s'po t'dil ka jashtë. Pësa më trupit të kam mësu ti. Le trupin në mësut me në zetë, edhe më bo 14-15 e dëronti. E dikush që duke të vështirë mbuljes, adi minera akuzojnë gratë e mblume, qish po mund me një këtë kote në zeta me mbuljes, as po të vjen zhegas, baj gallën tonë të si ki me baj zhegin atë botë. Mësa baj gallën të ime. Ki frikë Allah, Fatimja, bija pejgamberit alayhis salam, e kishte një dert më. Hini një prej gratë pejgamberit alayhis salam, një sahabie e Fatimja, e Fatimja diçish ti e trishtoshme, a di?
A di një ke ka një galit matën, atë ajo si me thonë, thoi za panik, a di që shka me ja bon. Thotë e Fatimi, thotë shka kije. Thotë vëllaj, thotë më kujtu dita kur të des, e si kanë me mbajt, me qut e vorrët, e po kanë frikë më së më zbulot diko a vrejti, me ma padu një pjesë trupit. Edhe pse s'ka përgjithësi aty, mo njëri ku dese, edhe me të zbulu kështu me gjujt në rrugë, të s'ki përgjithësi, ha? Se u kri, në moment kur vdesësh, përgjithësia jote u kri. A me kishte gali tha ku të vdes, që shka në mbaj, se përpara, din që këtë momentin e Fatimës, bijës pejgamberit alayhis salam, kur i kanë mbajt të vdekur, ka vesh një dras, edhe çashno për mja dras i kanë mbajt të vorrët. E kur thot Fatimia radhiyallahu anha, pe kam gali atë ditë ku të vdes, helbet e mos po zbulot ndaj pjesë të trupit. Atëre ajo gruaja sahabia i thot Fatimës radhiyallahu anha, thot me një vend i kam pa të vdekurit për i bajshin, për në atë rasën, po për një kapak për mjë, sigur sot që i kemi në ato sanëkët, kër i bajnë të vdekurin. Për atëre, qëto i bajnë? Si ditë qish i përqiti, shumë Fatimës radhiyallahu anha, që kjo i di, thot, ma bani mu që shtone. Dhe me thonë, me mnu në drasë, për mi me mbulu trupin me një drasë tjetër. Qëfar gajle i keshte kur të vdes, më mos zbulu ndo një pjesë të trupit. Ama ka për ati gra që mundon edhe tjerë të zbulojnë, tjerë që afekin bulesën e menion shejtani, menion shejtani për njerëzve, pse ti pengojnë. Po lera aja, po të thot i dishka, të ti se zbulosh, gjitha të zbulu me asaj, apo të fol dikushi. Pse shkone i fol të asaj, pse kam bulu, ja po thoni drejtët e njeriut, po le ma drejtët e vejta shka dojnë të bojnë, apo do më mlu, po. Kur ja kona këtinve, drejtë njerëzve. Kur si ja kona, atë shka mos, se si kanë frikë Allah subhanahu wa ta'ala, e për këtinve, ajo që një besimtar të sinqert ju duket e lehtë, ati që ju duket e vështirë. Ajo që besimtarit të sinqert ju duket kënaqësi një vepër, ati që ju duket diçka e vështirë. E për këtë pastaj edhe reagojnë të kundërshtojnë. Thot pasaj Imam Aliu, sahibu dunja bi abdanin arwahuha muallaqatun bil manzari al-a'la, jetuan në këtë botë me trupa, por shpirtrat e tyre ishin të lidhur me botën e lartë. Këta dietarë që i kanë frikë Allahut, kështu jetojnë këtë botë. Jetojnë në tokë, por shpirtrat e tyre, zemrat e tyre janë të lidhur me botën e lartë. Do të thonë me xhenetin, edhe mendjen e kanë gjithmonë të lidhur me ahiretin. Po kjo thonje përshkruan gjendjen e njerëzve të mirë dhe robëve të sinqertë të Allahut në marrëdhënien e tyre me këtë botë dhe botën tjetër, të cilët jetojnë në këtë botë, me trupe me kom janë këtë botë, por zemrat e tyre janë të lidhura me ahiretin, me botën e përjetshme. Nuk mashtruan nga bukuritë e kësaj bote, me pa çka me pa bukuri, për ato këtë diçka thjesht. Edhe pse shohin lloj-lloj bukuri kësaj bote që i ka kriju Allahu, apo që njerëzit i zbukurojnë disa sende, nuk mahniten mas atij, se e di se janë bukuri kalimtare. Kalojnë këto shpejt. Por e përdorin të mirë të kësaj bote, i përdorin si mjet për të arritur miratimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Jetojnë në këtë botë, punojnë, hajnë, flenë, si këtë njerëzimi, këta dietar. Edhe ato hajnë, edhe ato pinë, as janë diçka special, shkas hajnë, shkas pinë. Edhe hajnë, edhe flenë, edhe pinë, edhe martohen, edhe kanë familje, gjitha e kanë, por veprojnë si gjithë të tjerët, me trupin e tyre janë të pranishëm në jetën e përditshme, ama zemrat ku i kanë të lidhura mas ahiretin. Siç ka thënë Imam Aliu, ka bi të dunjos edhe bi të ahiretit, Thot kunu min abnai al-akhirati wala takunu min abnai ad-dunya. Bëhuni bi të ahiretit, mos u bëni bi të dunjos. Pra kapni për ahiretin, sa që pa qëtë keni me shu, ke qëtën pa qëtën një ditë duhet me lëshu. E mos u kap për këtë çka duhesh me lëshu, po kapë për atë e cila pa qëtën ki me shku një ditë. E këta djetarë kështonë, e hajnë, pinë, këtë botë jetojnë, me trupa me këtë këtonë i kanë, por zemre kanë të lidhur me ahiretin, e kur ta kishë zemrën të lidhur me ahiretin, kur kuj nuk i ban padrejtësi, kur kuj nuk i ban keq, por mundohesh me bën vetëm mirë. Pra zemrat e tyre janë gjithmonë të lidhura me ahiretin, me jetën e përjetshme, me xhenetin dhe me qëllimin e lartë të krijimit të njeriu. Pse a kriju njeriu këtë botë? A kriju për me njoft Allahun, me adhuru krijuesin e tij, Allahun subhanahu wa taala. Pra ata nuk mashtrohen nga bukuritë e kësaj bote, e shohin botën si një rrugë, jo si një qëllim. Dynjoja është një korridor, pra është një rrugë që cila të çon ose në xhenet ose në xhehenem.
E nuk është dunjoja qëllimi. Nuk është kjo botë qëllimi. Qëllimi është bota tjetër. E për këtë botë llogaritet si një korridor, si një rrugë e cila të lidh me botën e ardhshme, me ahiretin. E nuk është qëllimi kryesor kjo botë, por kjo është vetëm një rrugë. Për shembull një besimtar i cili punon për shembull në një biznes e ka në tregti diçka, ama zemra e pse punon, zemra e tij gjithmonë e ka, zemra e tij gjithmonë e kujton Allahun, pra e përmend Allahun subhanahu wa taala. Pra çka do të thonë kjo? Nuk do me thonë se na si musliman këtë botë, do të me lonë këtë botë këtë komplet, hiç mos merr kur gjo për kësajna, hiç mos e shfrytëzo, hiç ashtu shkon ndonjë shkretin, dikon ndonjë shpell, jeto që aty në pa lapa, si veç namazin. Jo, Islami nuk na thot këtë. Islami thot dënjon, mos e fund zemër, por futë në dorë. Se një sen kur e ki në dorë, kur do me shlu e lësho, kur do me kap e ka. Ama po hini në zemër, dhe më thonë ajo të kapi ti. Tash e të ban ti shka do. Islami kjo në qëllimi Islami lidhe me raport me dënjon. Dënjon mos e fund zemër, po fut në dorë. E në dorë, fut si dush edhe miliona nëse ki mundsi. Jam me halal, ha? Edhe ti krish urdhrat e Allahut, edhe ban miliona. Uthmani radiallahu anhu sahabi pejgamberit alayhis salam i përgëzuar me xhenet më shumë se 2-3 herë. Ako prej sahabëve më të pasur. A sa ka dhënë për Islam, sa ka dhënë për këtë thirrje, për këtë davet, për këtë Islam, mendja nuk ta merr. Në atë kohë, një ushtrim 100 kuaj, me gjitha nevojë që kërkohet një luftar, i ka përgatit 100 kuaj. Uthman radiallahu anhu, pejgamberi alayhis salam tha po na dolën 100, kush i përgatit? Uthman tha unë o pejgamberi Allah. Për srejti tha pejgamberi alayhis salam 100 që po na don, kush i përgatit? Uthman thot unë me partë vet, 300 kuaj. Edhe pejgamberi alayhis salam tha me bosh që bëu Uthmani masajna e ka fituar xhenetin. Jo në këtë rast, ka pas raste të tjera të na Uthmani radiallahu anhu ku kanë ndihmuar për dinin e Allahut. Kur ka ardhur në Medinë, thatësie e madhe, varfëri e madhe, karavani i tij ka ardhur prej Shamit, i ngarkuar me gjitha të mirët, edhe thonë Osmani, thonë sahabët, thonë ka ra thatësie e madhe. Edhe vetëm karavani jo shka ka ushqim e sene, apo na i shet me një çmim të mirë, a di të lirë, të sa po jepni, që ka shto dikushi ma shumë ka dhënë. Thoj, banë që për të japëmi, si me thonë, 3 dirhem, sot dikushi më ka dhënë ma shumë. Thoj, në Othman, po 5 dirhem, sot dikushi më ka dhënë ma shumë. E hipin, ato dirë, diku kanë mundësi me hip. E kum rinë me një çmim, Osmani radiallahu anhu pravi thot, ka dikushi ma shumë ka dhënë. Thënë ja Osman, ma shumë mos ka kushtja. Që ka më qmimi më i la. Thënë Allahu. I thotë Osmani radiallahu anhu, thotë Allahu. Mjap ma shumë. Thotë mene këtë për Allah. Pa parë javja. Hanë shfar gjenje, jo më tutë Osmani më thëjë, ta shë gjavja këtë në unë shka bajnë. Ku për mu? Hajtë ti më shire dikun piruj për vejnë dhe familje dhe i thotë jo. Allah për këto mjap ma shumë shurdim. Mene këtë për muslimanë. Dhe me thonë, ama Osmani ka pas dënjon në dorë, jo në zemër. E mos ta kesh kupton dikush i këtë me thonë, Islami po na thoj ka mos e punu hiç, mos me fituj. Jo, të mirët e dënjos shfrytëzoj për ahiretin tanë. Pasurinë, bukuritë, gjitha këto të mirën për ahiretin. E për këtë njeriu me dituri jeton këtë botë me kohën e tij, por zemra e ka të lidhur në ahiret. E pejgamberi alayhis salam thot kun fi dunya ka'annaka ghariba wa 'abir as-sabil, thot jeton në këtë botë sikur të jesh i huaj ose kalimtar. Edhe në fund thot Imam Aliu ulaika khulafa'ullahi fi biladihi wa du'atuhu ila dini, në tokë ata janë të ngarkuarit nga Allahu për të zbatuar ligjin e tij në tokë dhe thirrësit e tij drejt fesë së tij. Çto janë ato dietar të cilët janë të ngarkuar nga Allah subhanahu wa ta'ala në tokë për të zbatuar ligjin e tij. Ha thot shauqan ila ru'yatihim, thot sa shumë kam mall të madh për t'i parë ato. Për 1400 vjetë, Azdalia po thot ka marrë mall mi pa çto si dietar. Nëse mirë për neve e mirë për umetin. Ajo ka qenë gjenerate e artë. Tre gjenerate e para për të cilët ka thonë pejgamberi alayhis salam, gjenerate më të mirë janë gjenerate e pejgamberit, tabinë, të tabinë. 3 shekujt e parë. E në atë kohë ka thonë Zoti Aliu, sa më ka marrë mall ti shoh çdo dietar shoh i përshkruan që thonë këto këshillet e tij.
Edhe në fund thotë Hazreti Aliu, "Wastaghfirullaha li wa laka", kërkoj falje nga Allahu për vetë dhe për ti, idha shi'ta faqum, nëse dëshiron, qohu. Se fisëria që filloi Hazreti Aliu në ditë dëll me këtë Kumel në Ziyadin, në një periferi, e ku largun pak për të qytetit të ullën, edhe filloi Hazreti Alia më ia thonë këtij shokët të tij këto këshillët, se ishin uldiko. E në fund mas I tha gjitha këto, në fund I tha idha shi'ta faqum, nëse do qoho Kumel, hajde shkojna. Na që 3 ligjëratën të marrë me çdo këshilla, mund tan vitin me fol për këtë di, me mos shembuje që ka thonë Ali radiallahu anhu. Ama këta që I kanë thonë këto fjalë, I kanë thonë me sinqeritet dhe kanë lënë këtë detyri trashëgimi për ummetin e Muhamedit alayhis salam, se ja kanë dashur mirën këtij ummetit, ja kanë dashur mirën muslimanëve dhe kanë qenë me të vërtet asnjëherë mund nuk ka tokë. Sigur ato që kanë qenë me sa pejgamberin alayhis salam nuk ka mos ato. Ato kanë qenë dhanë mas ahiretit, ata kanë qenë dhanë mas dinit Allah, ato s'kan pranu një keqe që ka që më ndodhë pejgamberit alayhis salam, që ka s'kan pranu më ndodhë një keqe Islamit dhe muslimanëve. Ato janë konë prezent gjithmonë kur ka nevoja për Islamin dhe për muslimanët. Ato hurmën, kur ka të hongër hurmën, sa sekonda ti merr me shnjë hurmën goje me përbime çu të poshtë. Të dash me hongër hurmën e kanë dëgjuar thirrjen hayya al jihad, ai janë në luftë, në jihad e ka gjujt hurmën. Po pse se hongër hurmën, tha mos të vanona thirrjes. E sot në shka pëndodhë në ummetin e Muhamedit alayhis salam, shumica e në gjumë, e shka pëndodhë sidomos në Palestinë. A një mësus e kishë vetë në zanës të shkollat, ishtë thonë, cëlli shtetë është, kënë jetu në atë vindë, thotë, cëlli shtetë në prej shtetën më të largët në botë. A I thotë Palestina, thotë, po qështë Palestina më largët? Thotë, po Palestina. Thotë, po pëse Palestina më largët? Ne jemi shtetë arabe, nga të kemë Palestina. Thotë, që thotë, se pi vërë qështë më të ndëgjoj një kajnë, ja Kudusu inna qadimun, o Kudus jena të ardhna. Që sa veç janë nisë muslimat me shku në Kudus, me shliru Kudusin, halas kam ri, e për këtë thotë Palestina është shumë lartë për neve. E me dërtajt, unë hanë sa vjetë I bone, sa dikur thonë që të fjallë, ja Kudus, o Kudus në jenetarë, dhe arabët dhe muslimat në këtë botën, të thonë që këtë fjallë, o Kudus po vina me shliru, o Kudus jenetarë, po biku jenetarë. Këtë thotë e fëmija thotë Kudusja, Palestina është shteti maj largët në këtë thotë se motë jam të një muslimat të thonë, o Kudus po vina, ama halas kanë mërin. Dhe vallaj të shikon ato burra që janë kohë për para, si këshin lanë që këtë me ndohë që në shka pëndohë. Omer radiallahu anhu, si kishë dërru që këtë. Pas Hazreti Aliu, pas Salahuddin Ejubi, pas Muhammed el Fatih, ato burra si këshin lanë që këtë, me ndohë. Ama inshallah khair, inshallah vend dita që çojmë prej xhumit dënjos edhe kuptojmë realitetin se çka të ndodh dhe pse të ndodh, se kur të mrihen kushi pritën në shtëpinë tënde. Se kur sulmon musliman me një vend, që sikur Palestina, kjo është edhe si lloj nëshmime për neve që musliman në mban botës, ha? Dënera më mirë është andin për njeriu që e kupton çka është ndera, çka është burnia, për atë njerë ma kollaj është me sulmu shtonë me gjujt e me vra, se sa me të nënshmu me nënvlerësu që shtone. Mos me guzu të I zonë, bon rriti që gjë, zoni mos në jetë. Edhe unë që të në televizor, shqe se shka pjë ndurë vlezë të musliman në atë vend. Zgudzon zonin me ngri. Dëna ma vështira në shkja, për disa, plasin nga I nati. Ama na, vesh në për ekranë shka pikëshirmi, ja dënera dë një luqë, po për këtë lutëni Allah subhanu wa ta'ala që ndihmon atin që avletëson këtë zollum të madh që këtë buat e janë kundër atinve, sa të palestines që janë në atë vend janë të mbrojt vendin e vetë, po janë të mbrojt edhe krenarinë e ummetit të Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ato I kanë thonë disa fjalë që duhet mi shkujt diku mos mi harru kurna, kur thanë se ne jemi të lirë, ju qërë jeni të okupum. Në Gazë jemi të lirë, ju jeni të okupum. Ju shka jetoni në vende tjera, Libane, Sirie, Jordanije, Saudije, në Irak, ju jeni të okupum. Ne jemi të lirë. Se ne na çu kundra botës, a ju së beqoni kokën prej botës.
I keni unë shkrinë, çka po i thot bota apo doni me bë? A thotë që na jemi të lirë. Pse për ditë po vritën e po mbiten asaj, ato bedin vetë se jemi të lirë. A dje këtë burra janë. A dy me kuptimin e fjalës burr, aty edhe gratë, edhe fëmijët, edhe plesh këtë që janë burra, ashtu me kuptimin e fjalës burr, që e mbrojnë veten e vendin e vet, që i tregojnë botës se si duhet të mbrohet vendi, si duhet të mbrohet nderi, si duhet të mbrohet pasuria jote, toka jote, të i dhom sim këtë botës, po a ka kush kupton? A ka kush merr mësim për kësaj? Inshallah Allah subhanahu wa taala ja kthen krenarin këtij ummetit, atë krenari që e kanë pas ta mbajnë botën me drejtësi dhe me butësi, me urtësi dhe me këshilla, siç e kanë bajt gjenerat e hershme. E lutem Allah subhanahu wa taala në këtë ditë e Dhul-Hijjës na e falë gabimet tona, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.